John mori një punë si rojtar në një rezervat të kafshëve në Australi më shumë se një vit më parë. Detyra e tij ishte të mbrojë kafshët nga gjuetarët e paligjshëm edhe sulmues të tjerë, të cilët kanë qenë shumë të kohët e fundit. Një ditë John ishte duke fotografuar florën dhe faunën vendase për dokumentarin e tij të ri, kur papritur një luanesh i u ofrua nga pas. Burri u kthye dhe u ngri në vend, madje pa pasur kohë as të friksohej. Luanesha çuditërisht nuk tregoi asnjë shenjë agresioni, për më tepër, i gjithë paraqitja e saj e trishtuar dukej sikur bërtiste, më ndihmo njeri. Ndoshta kështu i dukej vetëm Johnit, sepse njerëzit shpesh mendojnë për të tjerët. Ata qëndruan dhe u panë në sy derisa luanesha u kthye dhe u nis në drejtimin nga ishte shfaqur. Pas një momenti hutimi, Johnny i integruar pavarësisht frikës së nënvetëdijshme që ndjente diku brenda vetes, e ndoqi. Tani ai i besonte më shumë intuitës dhe ndjesisë profesionale se sa instinkteve të pandryshueshme. Nëse do ta sulmonte, tashmë do ta kishte bërë. Nga larg, John vuri re diçka të madhe nën pemët ku po drejtohej shoqëruesja e tij, por ai e kuptoi se çfarë ishte vetëm kur i u ofrua. Ishte një luan, dikur krenar, i fuqishëm dhe një mashkull alfa madhështor i tufës. Tani, ai dukej sa më i mirë dhe i sëmur që mund të ishte. I gjori qëndronte shtrirë, pa fuqi dhe kishte diçka të çuditshme me stomakun e tij. John nuk kishte parë kur një fryrje kaq të panatyrshme më parë. Ai nuk mund ta linte të gjorin luan të shtrirë nën pemë. Ai i donte kafshët shumë. John telefonoi shefin dhe kolegët e tij, të cilët e mbështetën plotësisht vendimin për ta ndihmuar të sëmurin. Së shpejti, rojet e tjerë mbërritën pranë Johnit. Tani kjo ishte një çështje e përbashkët. Askush nuk e dinte se çfarë të bënte me sëmundjen e luanit. Asnjë nga të pranishmit, as Johnny nuk ishte përballur më parë me diçka të tillë. Më në fund ata telefonuan veterinerin dhe i përshkruan të gjithë situatën. Veterinerja Jessica Olan u habit dhe kërkoi nga rojet para se gjithash të mos e provokonin luanin, të mos i afroheshin shumë edhe të mos e preknin. Ai mund ta keqkuptonte çdo përpjekje për ndihmë si agresion dhe të përgjigjej me të njëjtën mënyrë për të mbrojtur. Së dyti, rojet duhej ta qetësonin me anë të një tranquilizuesi dhe më pas ta ekzaminonin më me kujdes. Asaj i duhej të dinte saktësisht se ku e kishte problemin, në mënyrë që të tregonte se si ta ndihmonin. Johnny ishte i pari që e gjeti luanin dhe ndjente përgjegjësi për të, ndaj ai vet u ofrua për të përmbushur kërkesën e fundit të doktoreshës. Gjithçka shkoi mirë. Johnny veproi me kujdes, e luani e lejoi t'i afrohej edhe shpejt ra në gjumë. Rojet e prekën me kujdes barkun dhe e informuan veterineren se ku saktësisht kishte fryrje. Ata ndjen menjëherë një ndryshim në tonin e zërit të Jessicas. Ajo foli me nervozizëm dhe tha se nëse nuk ishin gabuar, atëherë çfarëdo që ndodhej në stomakun e luanit, nuk kishte mundësi të kishte mbërritur atje në mënyrë natyrale dhe duhej të nxirrej urgjentisht. Kërkohej një operacion. Pa humbur kohë, Jessica thiri policin dhe u nis për të shpëtuar jetën e luanit. Ajo nuk kishte as pak ide se ku ndodhej pacienti me mustaqe, i rrethuar nga njerëz dhe si t'i gjente ata të gjithë. Për më tepër, ajo kishte orientim të dobët në savanën vendase dhe kishte frikë se mos humbiste rrugën. Megjithatë, Selia e rojeve duhej të dinte saktësisht se ku ndodheshin kolegët e saj, kështu që gjëja e parë që bëri Jessica ishte të shkonte atje. Dhe me të vërtet, një nga punonjësit premtoi t'i përgatiste një plan të detajuar për udhëtimin në savanë me një makinë terreni. Kjo ishte diçka e vështirë, veçanërisht për një person të papërgatitur, por gjithsesi e realizueshme. Ndërkohë që Jessica po udhëtonte, një udhëtim rreth 4 orësh i priste. Rojet përballeshin me një problem të madh.
Efekti i qetësuesit kishte filluar të venitej dhe Luani pasi u zgjua e kuptoi situatën në të cilën ndodhej. Ai synonte të largohej prej njerëzve. Filluan mosmarrveshjet mes rojeve. Disa argumentonin se nuk ishte e mençur të shpenzohej kaq shumë kohë dhe përpjekje për një Luan të sëmurë, ndërsa kishte edhe kafshë të tjera që mund të kishin nevojë për ndihmë. Të tjerët, mes të cilëve edhe Gjoni, nuk mund ta pranonin që qoftë edhe një kafshë vetme të ngorte ndërkohë që ekzistonte qoftë edhe një shans i vogël për ta shpëtuar. Por fatin e mirë të Luanit, numri i atyre që donin ta ndihmonin ishte më i madh. Ndaj askush nuk e lejoi atë të largohej për të ngordhur e vetme. Por mbetej edhe një problem tjetër. Nuk kishin më trankuilizues. E gjithë sasia e kufizuar ishte përdorur gjatë qetësimit të parë. Madje ishte dashur më shumë se zakonisht për shkak të përmasave të mëdha të Luanit. Jessica kishte marrë me vete trankuilizues, por si mund të prisnin kaq gjatë për të? Si ta mbanin Luanin në vend? Për ca kohë rojët bllokuan të gjitha rrugët e aratisjes me makinat e tyre, dhe pikërisht në atë çast, SUV-ja e Jessicas u shfaq në horizont. Por deri në atë kohë, Luani ishte çlodhur pak dhe ishte bërë edhe më i zemëruar ndaj njerëzve që po e pengonin të largohej. Ndoshta ai e pa makinën e re si një rrezik tjetër, ndaj menjëherë u ngrit dhe sulmoi makinën më të afërt. Shumë nga rojet që kishin punuar në savan për vite të tëra, kishin përjetuar më parë sulme nga luanët dhe nuk donin ta përjetonin një tjetër, duke e ditur sa e rrezikshme mund të ishte. Dikush nuk mundi ta përballonte presionin dhe e tërhoqi mbrapsht makinën, duke hapur kështu rrugën për Luanin. Grabitqari u ndal sikur të mos e besonte fatin e tij të papritur. Jessica, e cila sapo kishte mbërritur, e shfrytëzoi këtë moment. Ajo doli nga makina e armatosur me një shiringë dhe i u ofrua me kujdes pacientit të saj të ardhshëm nga prapa. Ndryshe nga rojet, të cilët ishin fshehur në makinat e tyre, ajo ishte plotësisht e pambrojtur. Nëse Luani vendoste ta sulmonte, gjithçka do të përfundonte në mënyrë tragjike. Me një lëvizje të shpejtë edhe të sigurt, Jessica i shpoi me shiring pjesën e poshtme të shpinës së grabitqarit dhe pas pak minutash ai ra përsëri në gjumë. Jessica kishte marrë me vete instrumentet bazë për operacionin, të futura në një valixhe të madhe. Rojet, edhe pse nuk kishin ekspert të mjekësisë, ishin tashmë të gatshëm ta ndihmonin. Ata e ngritën Luanin edhe e vendosën mbi një tryezë të improvizuar operacioni, duke e kthyer në pozicionin e duhur. Jessica nisi të punonte menjëherë. Lëvizjet e saj ishin profesionale. Ajo preu me saktësi, kujdes dhe shpejtësi. Pas pak çastesh, të gjithë panë se çfarë kishte brenda stomakut të Luanit. Ishte një copë mishi i patretur. Por jo një copë e zakonshme mishi. Brenda saj ndodhej një surprizë. Një mikrochip i vogël, i shkëlqyeshëm dhe i vendosur me kujdes. Në ato moment, policia mbërriti. E gjitha në kohën e duhur, sepse Gjoni kujtoi diçka të rëndësishme. Pak kohë më parë, ai kishte kapur disa njerëz të dyshimt dhe u kishte konfiskuar një pajisje të çuditshme, të cilën e kishte ende me vete në makinën e tij. Gjoni nuk kishte asnjë ide se çfarë ishte ajo pajisje, por policia, siç rezultoi, kishte hasur diçka të ngjashme më parë. Rreth një muaj më parë, ata kishin arrestuar një burr që mbante një pajisje identike. Policët shpjeguan se të gjitha këto pajisje dhe mikrochipa ishin krijuar për të gjurmuar kafshët pa tërhequr vëmendjen e rojeve, policëve apo mbrojtësve të ligjit. Piratët e gjuetis i ushqenin luanët me mish që përmbante këto mikrochipa, në mënyrë që të dinin gjithmonë se ku ndodheshin pret e tyre, edhe të afroheshin tek ata kur nuk kishte mbrojtës të kafshëve përreth. Pasi mbaroi bisedën me policët, Jessica arriti të qepte plagën e Luanit edhe ai filloi të rimerte veten pak nga pak. Ai duke i hutuar, ende i lodhur, por nuk shfaqte asnjë shenjë armiqësie apo agresiviteti. Pak çaste më vonë, grabitqari u ngrit në këmbë dhe duke vështruar përreth, filloi të largohej ngadalë. Fillimisht ai ecste me hapa të kujdesshëm,
por sa më larg shkonte, aq më i sigurt bëhej lëvizja e tij. Johnny vuri re se shumë larg e priste një luanesh, ndoshta ishte e njëjta që kishte rrezikuar gjithçka për ta çuar tek njerëzit edhe më pas ishte zhdukur në heshtje. Johnny dhe Jessica shkëmbyen një vështrim. Të gjithë të pranishmit ndiheshin si shpëtimtar, por në të vërtet ishin këta të dy që u treguan heronj të vërtet, të guximshëm, të vendosur dhe të gatshëm të rrezikonin gjithçka. Pa ndërhyrjen e tyre në fatin e Luanit, jeta e tij do të kishte përfunduar shumë shpejt. Nëse jo për shkak të fryrjes në stomak, atëherë për shkak të gjuetarëve që do të gjërmonin gjithë tufën duke përdorur mikrochipin. Jessica i kërkoi Johnit ta mbante nën vëzhgim Luanin. Si çdo mjek i mirë, ajo shqetësoi për pacientët e saj. Por Johnny nuk kishte nevojë të pyetej për këtë, sepse ai nuk kishte ndërmend të ndante rrugët me miqtë e tij të egër.